Kështu rikthyet në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit për të përgatitur tani një supë të thjeshtë, të shpejtë, nuk ju merr shumë kohë dhe mbi të gjitha të shijshme. Tregojmë pak produkte se çfarë përmban supa jon. Kemi sugjeruar pafund supa të ngrohta, të ftohta, është sezoni që duhet të konsumohen, janë të shëndetshme, kombinimi i perimeve, por edhe ndonjëherë pa perime do të ishte një boost për rritjen e energjisë tonë. Edhe më pas për të kaluar tek recetat e tjera, siç ishin tortillat që i përgatitëm. Pra, konsumojmë supën, konsumojmë dhe një tortilla dhe ja e plotsojmë një vakt. Shohim pak recetën e supës në ekran se çfarë përmban supa. Presim pak. Pul me lëng limoni. Një pul ose pjesë pule çfarë të keni ju në shtëpi. 50 ml vaj ulliri. Një limon, pra lëngu i tij, një lugë gjelle niseshte, krip piper i zi, lëkur e grir limoni. Pra, në ato rastet, kur për shembull në shtëpi, ose nuk kemi bler perime, ose nuk kemi perime, ose duhet të sajojmë një supë të shijshme, po ashtu me vlera dhe me proteina, dhe ja tek e kemi me pulën, me lëngun e limonit. Pjesën që unë bëra pjesën tortillave, pjesa e mbetur e pulës, e mbetur nuk është llogaritur që t'ishte këtu, e vendos të ziej. Pas speca, po ato që ngelen, lëngun e limonit e shtoj tek vezët e rrahura. Normalisht kisha dhe vezët që kalovar tortillat. Po. Lëkurën e limonit, sikurse dhe lëngun e limonit. Pra, të jetë ngopur me vitaminë C me lëngun e limonit. Shtoj një prekje kripe, sikurse dhe pjesën tjetër të niseshtesë. I trazojmë. Trazojmë. Mirë. Derisa të shpërbëhet me niseshtet, mos ketë po kriza të problem fare. Direkt në lëng, ajo tretet. Po, është kjo kombinimi i pak i vështirë i të lëngtave dhe i të ngurtave, derisa të bëhet një trup i vetëm. Shtoj ujë që të balancoj temperaturën. Si që bëjmë atë prerjen, kur bëjmë supën me oriz ose supën me pull, kur bëjmë prerjen me vezë me limon, është e njëjta logjik që duhet të ekuilibrohet dhe balancohet temperatura, në mënyrë që të mos prihet veza dhe të mos qëndrojë në copza tek supa. Pra kam diku te 2 lugë gjelle niseshte. Ose niseshte. Ja tek e shtuam, tek përzierja. Tek mishi pulës. Është i coptuar, kështu që s'është nevoja që edhe sikur të keni pjesë të tjera të pulës, është e njëjta rrugë për ta gatuar. Përzierja e pulës fillimisht dhe më pas tek lëngu do të shtohet përzierja niseshte dhe vezë. Lëngu i limonit po ashtu, sasia e kripës që po e shton Albana. E kaloj kush do, kripën e shton, kush do e lë me kaq. Normalisht, gatimet asnjëherë nuk bëhen me krip, sepse kam dëgjuar shpesh që thonë, dëgjova ka pak krip. Normalisht gatimet kanë pak krip, kripën e shtoni ju. Prandaj edhe në tryeza kalon kripa dhe piperi, vaj dhe uthulla. Ose shpeshherë mund ta zmendosojmë për ata që nuk ju bën mirë kripa, të gjithë nuk ju bën mirë kripa, për ata që specifikisht kanë gjendje shëndetësore, është limoni që e përmirëson shijen e gjellës dhe mund të zëndësoj pak a shumë edhe kripën. Djeg pak gjalp, e djeg, tamam që e djeg. Jo të digjet e të marrja këtë ngjyrën e errët, por më shumë se sa e ngrohtë. Kemi dhe një recetë tjetër për të përgatitur? Kemi. Okej, ja, t'japim pak
ritëm që të arim të përgatisim, se jemi gati për të tjera. Sa minuta kemi që të di unë? Supën, një që supë konsumohet në çaste, sepse ndryshe do të trashet nëse e lëm gatimet për... Janë të vetme supra që të mbledhin konsumohet si në dimër dhe në verë. Edhe në verë. I largoj, sikur se lajte pak duart. Kjo është supa. Me vezë dhe limon, pak niseshte, mish pule, mishi dhe copëzat që kanë brenda është nga speci për pjesën që thamë që na mbeti nga përgatitja e tortijave, sepse ne jemi në një kuzhinë të tillë familjare siç është Tereze Dielli dhe brenda kuzhinës patjetër nga receta në recetë duhet të riciklojmë, zvendësojmë apo ndërthurim, frymëzohemi për të guxuar edhe në receta të tjera kreative.